Teksa arriti të marrë mandatin e 4 qeverisës, kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për gazetën më të madhe italiane, Corriere della Sera, ku ka deklaruar se në vitin 2030 Shqipëria do të jetë gati për në Bashkimin Evropian. Rama theksoi se ky rezultat ishte i pritshëm për të. Sinqerisht po, sepse punuam shumë për të arritur atje duke folur me fakte, duke treguar qartë rrugën kryesore për Shqipërinë e fëmijëve tanë, duke synuar një ripërtëritje brez pas brezit të listave, ku promovuam dhe më shumë gradë duke organizuar festën për një lojë të shkëlqyer të ekipit në territor, tha Rama. Ky fundi shtoi se shqiptarët zgjodhen Partinë Socialiste, pasi kjo forcë po e ndryshon vendin. Njerëzit nuk janë budallënj siç mendojnë shumë politikanë, dhe ata dinë të bëjnë dallimin midis atyre që punojnë seriozisht për të ardhmen e vendit dhe atyre që kufizojnë në retorikën e disfatizimit, deklaroi kryesocialisti. I pyetur nëse rezultati është shenjë mungesës së një opozite të vërtet, Rama e mohoi duke marrë meritat e fitores. Unë besoj se nuk fitojmë sepse opozita humbet, por sepse shqiptarët besojnë në rrugën që po ndjekim së bashku. Lidhur me punën në mandatin e tij të ardhshëm, Rama deklaroi: "Ne do të përfundojmë kantierin e madh europian të ndërtimit të Shqipërisë. Qëllimi ynë është të përfundojmë negociatat e pranimit deri në vitin 2027, ndërkohë do të vazhdojmë të modernizojmë vendin duke forcuar sundimin e ligjit dhe ekonominë dhe duke mbështetur familjet e duke bërë transformimin 360 gradë të vendit të pakthyeshëm."